Shkodra është shpallur një nga qytetet më të vlerësuara në rajon, në ceremoninë prestigjioze TEA Awards 2026, duke rrëmbyer 3 çmime të rëndësishme në fushën e turizmit, artit dhe aktiviteteve sportive. Bashkia Shkodër mori vlerësimet. City of Sports and Adventures 2026, TEA's Most Desirable Local Event 2026, TEA's Most Desirable Art Fest 2026. Këto çmime konfirmojnë rritjen e rolit të Shkodrës si një destinacion i rëndësishëm për turizmin, eventet kulturore dhe aktivitetet sportive, duke e kthyer qytetin në një pikë referimi gjithnjë e më të rëndësishme në Shqipëri dhe rajon. Për kryetarin e Bashkisë Shkodër, Benet Beci, këto çmime janë dëshmi e një pune kolosale për ta kthyer Shkodrën në një pikë referimi për eventet kulturore, sportive dhe turizmi. Është kënaqësi e madhe për mua sot që të marrim këtë çmim dhe në fakt më shumë se një çmim, se një trofe, në fakt është një dëshmi që Shkodra e kulturës, e artit, e aktiviteteve është zemra e Shkodrës, ajo që po ndodh sot në Shkodër. Kështu që unë ndjehem jashtëzakonisht i nderuar për të marrë këtë çmim. Mendoj që detyra jonë si bashki ka qenë që atë identitet fort që Shkodra ka për artin dhe për kulturën, ta kthejmë në një energji që kjo të njihet dhe të jetë e përditshme nëpërmjet aktiviteteve, të njihet nga shkodranët, ta shijojnë, po ashtu edhe nga vizitorët që ta shijojnë. Një fragment ndoshta i vogël i karnavaleve të Shkodrës me veshjet dhe me maskat. Dhe dua shumë të falenderoj gjithë organizatorët. Të falenderoj dhe ju për gjithë këtë organizim. Është një ilustrim në miniatur, do të thoja, e atij eventi. Po që shijohet gjithsesi, ta shijosh nga afër. Është shumë bukur. Shoqërohet jo vetëm me vizualitetin e kostumeve dhe të karnavaleve, por brenda këtij eventi ka edhe arte të tjera, arte të muzikës, të koreografisë, po ka edhe panajire kulinarie e të tjerë. Ju falenderoj shumë, është një motivim madh për ne për të vazhduar dhe për ta pasur Shkodrën me aktivitete gjithmonë më të mira për turistët, për Shkodrën dhe për të gjithë. Faleminderit zoti Benet. Mikrofonin, kupa është e juaja. Një dorë trokitje për Bashkinë Shkodër. Urime zotit Beci. Për drejtoreshën e Agjencisë Kombëtare të Turizmit, Zana Çela, dhe ministrin Blendi Gonxhia, ky event dëshmon jo vetëm suksesin e digitalizimit, por edhe rritjen e vazhdueshme të turizmit në vendin tonë. TEA është një organizëm i gjallë, një platformë digjitale që frymon me ritmin e qyteteve tona, me festivalet, koncertet, traditat, artin, gastronomin, mikpritjen dhe energjinë krijuese të Shqipërisë. Brenda TEA janë sot të mira kontribues, janë bashki që promovojnë qytetet dhe identitetin e tyre, janë artistë dhe organizatorë eventesh që mbajnë gjallë jetën kulturore të vendit, janë hotele, restorante, resorte, agroturizma dhe biznese që çdo ditë ndërtojnë eksperiencën shqiptare të mikpritjes. Dhe sonte, për herë të parë, të gjithë këta aktorë të sektorit publik dhe privat bëhen bashkë në një mbrëmje celebrimi emocionesh dhe mirënjohje. Është një moment progresi, ku të dhënat e një platforme digjitale kthehen në histori suksesi. Unë do doja që ta shikoja së bashku me ju turizmin jo si një counter numerik, jo si një qëllim në vetvete, jo si një piket e një touchdown. Pra njerëz që vinë, prekin, numërohen, edhe ne fabrikojmë, themi një total sasior i cili është prej disa miliona e gjithmonë më shumë miliona njerëzish. Nga njëra anë, pjesa sasiore na ndihmon të kuptojmë kapacitetet tona, na ndihmon shumë të kuptojmë mundësitë që mund ta ofrojnë si vend, por nga ana tjetër do doja të shikonin turizmin si një vlerë të shtuar, do doja ta themi organizonin veten tonë, duke e parë turizmin jo si një vlerë që do ishte thjesht e inskenuar, jo si një program i cili do të ishte aty për për të na bërë që ne të ishim jo ata që jemi, jo si një dekor, jo si një butafori, jo si një beautifikim i një pjesë tonës, apo i pjesës jashtme tonës, akoma më keq, po të ishte kështu. Do doja që të ishte një turizëm real, do doja të ishte një
eksperiencë në një vend që jetohet bukur. Dhe këtu pastaj ne kemi shumë me njëri tjetrin për të bërë, për të thënë. Edhe këtu pastaj turizmin vetvete fillon dhe bëhet aq shumë i ndërlidhur me shumë sektorë të tjerë dhe fillon dhe bëhet shpesh kryefjalë, por shpesh është një ndërlidhës i jashtëzakonshëm me shumë sektorëve, sepse në fund të fundit bëhet fjalë për të bërë të mundur që ky vend të plotësoj këto fjalësh, pra të plotësoj këtë vlerë. Një vend ku jetohet bukur. Vlerësimet në TEA Awards 2026 konsiderohen si një sukses i rëndësishëm për institucionet, bizneset dhe gjithë komunitetin, ndërsa Shkodra po konsolidohet çdo ditë më shumë si një qytet që ndërthur turizmin, kulturën, sportin dhe traditën. Ky sukses vjen si rezultati një pune të përbashkët në promovimin e qytetit dhe zhvillimin e aktiviteteve që kanë sjellë një rritje të vëmendjes kombëtare dhe ndërkombëtare ndaj Shkodrës. Gjatë ceremonisë u ndan 35 çmime kryesore për qytetet më aktive në turizëm, eventet më të kërkuara dhe atraksionet turistike më të klikuara, të cilat kanë kontribuar në promovimin e turizmit shqiptar përmes platformës digjitale TEA gjatë periudhës 2024-2026.